Dgjoj, do të pyes edhe pak se e di që ti futesh dhe në skutat e tjera. Mbriti ky aktori turk Burak Özçivit? Nuk e di, e pati vizitën në Vlorë për çfarë? Thjesht si turist për të parë Vlorën apo? Po do t'ja, si thon, do t'ja dëgjojmë këngën mbas sa kohësh. Domethënë bëj shaka. Ai ishte me biznesmen, me një biznesmen shumë të fuqishëm turk, që ka qenë në disa takime këtu, e shoqëronte këtë biznesmenin. Ka pasur tu është pritur nga Sinan Idrizi, që është presidenti i Flamurtarit, që ka lidhje shumë të forta turke, dhe një prej njerëzve të nderuar në qytet, paktën që njihet. Ndërsa pjesa e lëvizjeve të tij ishin kështu, nuk lejoheshin as intervista, komunikimin e kishte me një edhe 2-3 bodyguard që duhet të rihen distancë. Arsyeja nuk e dim tamam, por është për të investuar në Shqipëri, do investojnë në turizëm në Shqipëri. Ai jo, miku ti po. Po ai kishte ardhur për të parë Shqipërinë, për të parë Vlorën. Nuk ju afrove dot Enrik, ë? Realisht nuk kam në interes, domethënë që ti afrohesh apo për ndonjë motiv tjetër. Shiko, po. Që as për bër foto, as për bër video. Jo, po dua të të pyes, për çfarë i përdori bodyguardët? 3 bodyguardët pyes. Jo, them, po këta që më tregonin që donin të pandemia ndikoi goxha. Po mirë, produktet janë arritur dhe në Itali, produktet janë arritur dhe në Greqi, produktet nuk janë arritur vetëm për Shqipërinë, produktet janë arritur dhe në Kosovë, se lufta në Ukrainë ndikon vetëm tek ne. Vetëm tek ne e gjen qershin sot mbas 5 viteve 8 euro kilen. Domethënë janë shokuar gjithë turistët që vinë dhe shohin qershia që është qershia 6 euro kilja, 5 euro kilja, ndërkohë që ne vend me qershi. Ato janë qershi importe, sigurisht kanë kostot e veta. Po unë do të thoya që Shqipëria vazhdon të jetë akoma e lirë. Marr qershin si referencë, nuk është se është qershia elementi. Një ditë akomoduese çmime po të vreshet i krahasosh hotelet tona me Malizi, kuptohet janë shumë të lira. Produktet tona ushqimore, flas për restorantet, pra ata juve diskutuat, prap janë më të lira po të krahasosh me vende të tjera të rajonit, flas vende turistike, domethënë si fqinjet tan Greqia. Ku mendon në Booking, po ta shohësh në Booking thua, ne i kemi më të shtrenjta se sa Malizi? Jo, absolutisht më të lira. Më të lira? Absolutisht vazhdojnë të kemi më të lira, sigurisht. Edhe këto bëjnë, domethënë që këtu kanë edhe ka një rritje turizmi nga viti në vit. Pra vazhdojnë që të ketë nga viti në vit, thua, të ketë një... Mirë, do isha shumë kurioz në fakt shikoja se si ai ka çmimin në... Unë desha të shtoja këtë që, domethënë, unë mendoj që do ketë një rritje turizmi këtë vit edhe për arsye të krizës në linjën e mesme, do ketë mjaft turistë që po lënë Turqinë, po lënë vendin e linjës mesme, domethënë, dhe do i kthehen në këtyre vende që janë më të sigurta, siç është Shqipëria dhe vende të tjera, domethënë, të Ballkanit të Evropës. Okej, Enrik, po. Bie dakord që ne vazhdojmë ende të kemi çmimet e lira krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit? Ka në krahasim, po. Në krahasim në shumë raste që ne mund ta duken çmime të larta, e përmendi pak zotëria edhe për pjesën e çmimeve që ka shumë të drejtë për një pjesë, dhe ti ke të drejtë që disa produkte ne i kemi të shtrenjta, ato që përmendë për shembull qershit e gjitha me radhë. Po ka dhe një tjetër. Ne kemi më shumë kualitet se sa një pjesë e hotelerisë tyre zonave që ne folëm, për shembull si Malizi, kanë kualitative dhe kanë çmime më të larta, por ata që janë në këto nivele me këto çmime, ne paktën duke qenë që kemi ndërtime të reja dhe i kemi konstruksione të reja, pikërisht është fakti që ne kemi dhe disi pjesën e çmimeve më të larta dhe çmimet unë mendoj që do vazhdojnë të rriten. Do vazhdojnë çmimet të rriten me cilat çmime, në cilat nivele do shkojmë ne? Atëre, paktën hotelet që mund të quhen cilësore kualitative me rritjen e kërkesës do rriten edhe çmimet, ndërsa turizmi tjetër, ai që zgjedh këto B&B-t apo këto restorantet, siç kemi këto restorantet se kemi vetëm të shtrenjta, se folëm tani për të restorantet të shtrenjta dhe pagat të larta, por kemi dhe turistë, sidomos italianët, që zgjedhin këto restorantet e një shtrese të mesme, që
për shembull, ta marrim hym te menuja, një fritur mikse mund ta marrin 12 euro, 15 euro për 4 persona. Dhe kjo do të thotë që i ofrojmë të gjitha, kemi mësuar t'i ofrojmë gjitha, se në fillim na mori në thonjza, ajo ta përmend një shprehje yrysh që të kishim të gjithë çmimet të larta, më pas mësuan që sasi dhe disi çmime të ulta. Dhe turistët në bazë të booking dhe kjo që shumë restorante nuk i kushtojnë vëmendje këtyre faqeve të internetit që bëjnë vlerësimet. Po. Në bazë të këtyre faqeve këtu në Shqipëri ne jemi kthyer ashtu siç edhe vendet europiane që kanë në realisht të gjitha opsionet. Dhe prandaj dhe këtu në Shqipëri në një farë mënyre po shikohet dhe kjo nevoja e këtyre restoranteve me çmime më poshtë se mesatarja. Duke u nisur gjithmonë nga vlerësime, mbaj mend që është paktën në Vlorë, janë 2 restorante të vogla që mund t'i gjesh vetëm nëpërmjet GPS-it, nuk gjem vend Flori. Vërtet, ë? Nuk gjem vend. Po. Ai që mund të jetë disa restorante që mund të jenë në vijën e parë, mund të jenë bosh, po. Ndërsa këto restorante kur të vish do të ftoj që të shkojmë në një prej këtyre restoranteve. Po s'do gjejmë vend, po shkuam. Apo me mikë edhe e gjen një. Madje me mikë e gjen. Nuk mbajmë prenotime këta. Mirë, bëj shaka. Po dua të të them që Po çfarë ndikon shumë ndikon në review-ja, çfarë ndikon? Review. Madje një artiste shumë e famshme, ku shkova në një nga këto restorante, e pash aty. Domethënë nuk zgjodhi një nga këto lukset. Po, e kuptoj. Janë nga këto, siç kanë italianët tavernat e tyre, italianët kanë trattoritë e tyre familjare që e din. Te trattoria italiane të thyen në mes pa me çmime. Ndërsa ne jemi akoma ore ta ankohen sa të duan. Le ta ankohen për shumë pjesën, le ta ankohen edhe le të lënë shënime si të duan. Ne udhëtojmë jashtë shtetit dhe e dim çmimet se sa mund të shkojë një pjatë pasta, se sa mund të shkojë një pizza, apo se sa mund të shkojë. E di, e kuptoj. Kështu që ne kemi çmime shumë të mira. Në krahasim qoftë për pjesën e luksit dhe qoftë edhe për pjesën e restoranteve mesatare. Dgjoj, do të të pyes edhe pak se e di që ti futesh dhe në skutat e tjera. Mbriti ky aktori turk Burak Özçivit? Nuk e di, e pati vizitën në Vlorë për çfarë? Thjesht si turist për të parë Vlorën apo? Po do t'ja dëgjojmë këngën mbas sa kohësh. Domethënë bëj shaka. Ai ishte me një biznesmen shumë të fuqishëm turk, që ka qenë në disa takime këtu, e shoqëronte këtë biznesmenin. Ka pasur tu është pritur nga Sinan Idrizi, që është presidenti i Flamurtarit, që ka lidhje shumë të forta turke, dhe një prej njerëzve të nderuar në qytet, paktën që njihet. Ndërsa pjesa e lëvizjeve të tij ishin kështu, nuk lejoheshin as intervista, komunikimin kishte me një edhe 2-3 bodyguard që duhet të rihen distancë.